Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jetoj në konvikt dhe ajo që ndodh pas orës 10 të darkës është e tmerrshme. Që në momentin e parë kur hyra në konvikt, ndjeva sikur ndërtesa kishte një lloj fryme të vetën. E vjetër me mure të çara, korridore të ngushta, ku zëri të jehonte më tepër se ç'duhet. Unë quhem Ester, jam 21 vjeçe, studente e vitit të dytë dhe po jetoj në një konvikt prej një viti. Ditën konvikti duket thjesht i rënuar, por natën ky vend ndryshon komplet. Gjithçka nis rreth orës 10. Në ato orë dritat e korridorit fiken dhe ndizen vet, si të luante dikush me Chelsea-n. Kujdestarja thotë se është instalimi i vjetër, por nuk e besoj këtë justifikim. Ditën e mbyllin zakonisht duke rregulluar librat dhe duke bërë një çaj, por sapo ora kalon 22, mendoj vetëm një gjë: mos dil më nga dhoma e Ester. Filloj të dëgjoj hapat në korridor, janë të rënd, të ngadalt, sikur dikush ecën gjatë gjithë natës përmes dhomave. Hapaj që nuk janë të kujdestares, as të ndonjë vajze tjetër. E di sepse kur hap derën, korridori është bosh. Gjithmonë bosh. Një natë vendosa të hap derën me shpejtësi, ndërkohë që hapat më dukeshin kaq pranë sikur dikush po ecte fiks te dhoma ime. Kur dola jashtë, pash vetëm një dritë që u fik papritmas. Ajri ishte i ftohtë, shumë i ftohtë se brenda dhomës, si të kisha dalë në një bodrum. Në mbrëmje rreth orës 22:40 vura diçka të çuditshme re. Në murin përballë dhomës time kishte gjurmë gishtash si të njollosura me pluhur të zi. Dikush kishte shkruar: mos dil pas orës 10. Mendova se ishte ndonjë shaka nga vajzat e vitit parë. Të nesërmen, shenja ishte fshirë. Pas 2 netësh u shfaq prap në të njëjtin vend. Nata më e keqe ishte ajo kur u fik drita brenda dhomës sime. Ndodhi papritur pas një paralajmërim. Në errësirë dëgjova trokitjen, jo tek dera, por tek dritarja. Dhoma ime është në katin e 3, nuk ka shkallë, nuk ka balkon, nuk ka asgjë ku mund të ngjitet dikush. Tek dritarja ka vetëm ajër, dhe sërish trokitja vazhdoi ngadalë, ritmike, sikur dikush donte të më thoshte: jam këtu. Ngriva, nuk bërtita, nuk u afrova, u shtriva në shtrat me telefonin në dorë dhe i dërgova një mesazh shoqes time të ngushtë që ishte në dhomën përballë. Apo troket dikush te dritarja jote? Jo, pse? Po troket tek e imja. Ester, je në kat të 3, kush mund të jetë? Në atë moment trokitja u ndal. Papritur fillova të dëgjoja frymarrje, jo nga brenda dhomës, por nga ana tjetër e derës, sikur dikush po qëndronte aty i ngjitur pas murit, duke dëgjuar dhe duke pritur. Vendosa t'i afrohesha derës në majë të gishtave. Sa më shumë afrohesha, aq më qartë e dëgjoja. Ishte një frymarrje rënd, e lodhur, sikur dikush kishte vrapuar shumë dhe po pushonte pikërisht nga ana tjetër. Pastaj u bë zëri, një pëshpëritje aq që ulët sa mezi e dëgjova. Hape derën, Ester. Më ngriu gjaku. Askush nuk e dinte se unë isha vetëm atë natë në dhomë. Askush nuk e dinte se shoqja ime kishte shkuar te familja dhe askush nuk duhej të dinte emrin tim në fund të ditës. U tërhoqa ngadalë, ndërrova shtrat, mbajta telefonin pranë vetes dhe nuk kam fjetur gjithë natën. Në mëngjes dola në korridor duke u dridhur. Dera ime kishte një shenjë të zbehur si një vi të tërhequr me gisht. Gjurmë pluri apo diçka më rënd. Kujdestarja më pa dhe qeshi lehtë: mos u tremb, Ester, konviktet tona kanë shumë histori. Shumë histori. Dhe me sa duket, unë jam bërë pjesë e njërit prej tyre.